Në brëma, se kemi një problem me kufjen, po. Jo, Altin, po rrit, do vish, Altin është mjeshtri audios, do rish këtu, Altin, ta dija që do kishim kaq shumë entuziazëm për ty në studio, do të mbaja këtu çdo ditë. Prap për Altinin, prap. Mira, kam mirë tani një sekond. Më flisni pak? Bravo, Altin. Faleminderit. Qa ka rinde? Sikur volli diçka iku më vrap. E vë dhe ti siklet, po ju se keni marrë dorën ju akoma jo me Altini. Altini dhe 2 herë të vi bëhet protagonist. Me që po prezantim. Tani, jemi me një herë pas një stuhie. Dua t'ju rikujtoj që mbyllja e puntatës së djeshme ka qenë as pak e thjeshtë për gjithë ne. Kemi qenë në kushte jo normale, me debate që kanë nxjerrë në pa sekrete, të pavërteta dhe dyshime të reja për protagonist në këtë studio, më konkretisht Vlora dhe Mariusi, janë një pikë pyetje shumë të madhe. Dua shumë pak të flasim pak për atë që na ndodhi dje. Si fillim do t'i marr një koment Tomit dhe Aulonës dhe pastaj dua të dëgjoj, duke qenë se shumë kush në studio donte të komentonte pak për atë që ndodhi, Sara edhe ty po ashtu, meqense nuk patë mundësinë të flasësh dje. Tomi. Leona i tha ke bërë ghosting Mariusit. Unë për këtë nuk jam dakord sepse Mariusi ka dhënë prova edhe herë tjetër të diçkaje konstante që tregon karakterin e tij, që është gentileca. E ka marrë në telefon kur ka qenë smur, i është gjendur një gocë tjetër kur ka dalë, edhe për shtëpinë që i ka thënë hajde, nuk besoj se në këtë pjesë ka qenë falso. Absolutisht. Dhe gentileca është ke një mashkull është një karakteristikë shumë e rrallë dhe e çmuar, them unë. Që mund të rikuperoj shumë gjëra të tjera të këqija që mund të ketë, domethënë, vetëm me gentilesë. Kurse pikë pyetje kam për Vlorën prap, do të thënë pse e çoj atë letrën, më duk pak e egzageruar, sepse gjëra të tilla pastaj mund të t'i lënë Mariusit që të arrin përfundimin që ti e ke pas qef. Do të thënë, nëse ti merr mundimin të bësh një letër A4, ta bësh me plot me dhëna për të ndihmuar dikë që nuk e njeh fare, tregon që ka diçka tjetër këtu mbrapa, ka një pikë pyetje që unë do doja ta sqaroj ti, domethënë, pse e bëre punën e letrës. Tomi, siç e thash përpara dhe shumë herë kur isha në telefon, vetëm ishte thjesht një lajmërim, se unë disa vajzat që mi kanë thënë këto fjalë nuk i ndigjova. Dhe i rash pishmon që nuk i ndigjova ato fjalë. Dhe mu isha me thonë edhe une, ishte, nuk është këto, se ishte dasina gjeloze që fëmi tu këto fjallë, po mu kanë dalë fjallët e dasines, që në atë moment që nuk desha, që deshi Mariusi, a i filloj mu s'il keq me mu, dhe u zhduk. Edhe unë nuk e mu hopa që Mariusi tha... Tani u zhduk e tja, po u zhduka unë? Jo, mos palë tutëm. Shiko, për të mos të ndalur në detaje, Tomi, nëse se jam pak e paqartë, mes këtyre dyshimeve që kemi nga shumë njerëz në studio, se kush po gënjen dhe kush thot vërtetën. Kemi Mariusin që është shumë i komentuar, shumë i diskutuar, në shumë raste i vendoset në pikpyetje vërtetësia, sa i drejtë dhe sa i sinqert është në gjërat që thot, në faktet që tregon për veten. Ka shumë njerëz kundër vetes në studio që pretendojnë se Mariusi gënjen, të njëjtën gjë po insinuonte edhe Vlora. Kuptova qartë. Unë nuk mund t'i kthej përshtypjet në fakte. Domethënë sepse është shumë e rëndë. Përshtypjen mund ta japësh në kafe për dikë që të thonë për shembull çfarë mendimi ke për këtë njerëz, po që të bëjmë të vërteta gjërat që nuk i vërtetojmë dot. Do të thonë nëse ti nuk vjen me një provë këtu që ky ka thënë diçka në emision dhe ti ke një provë për këtë të kundërtën, unë nuk mund të them që ky gënjen. Dhe përshtypja që kam unë për këtë, po ta themi të gjithë bashkë, nuk është se kthehet në realitet në diçka e vërtet. E vërtet është vetëm një provë për dikë. Dhe ne prova reale për Mariusin, që gënjen, unë deri tani nuk kam parë prova reale. Tina, hajde pak se kemi një problem me mikrofonin e Tomit. Hajde ulu këtu me ne. Ndërkohë, ndërkohë që Tomi të rregullon mikrofoni, unë dua të dija, Olona më ndihmo ti ndërkohë,
pse nuk funksionoi Vlora dhe Marius? Duke I lënë më njanë këto diskutimet e situatave konkrete, pse nuk funksionoi mes të dyve? Pra pse Vlora ndjen krejt rastësisht të nevojshme të demaskoj Mariusin, pse Mariusi thot ti je errët, ti je fshet, ti gënjen dhe kanë patur të drejtë për ty sepse ti je mbuluar dhe ti shtiresh. Çfarë ndodhi? Me sa duket, asnjëri dhe pse janë të rritur, nuk ishte I rritur mjaftueshëm sa mos lejonte ndikimet e njerëzve të jashtëm. Unë mendoj që të dy janë ndikuar nga fjalët e çfarë kanë thënë ata që kanë më afër, Vlora besoj që është ndikuar goxha nga Esme. Megjithatë në rastin e Vlorës se nuk pata mundësi ta thoja dje, më bën përshtypje një gjë. Se si ka mundësi që, domethënë ti ke këtë inatin dhe këtë mllefin të cilin unë do ta mirë kuptoja dhe këtë dëshirën për ta demaskuar Mariusin. Në rast se ti do vije do thoje që po unë kam pas ndjenja për Mariusin, po ti erdhe dhe the që unë s'kam pëlqim për Mariusin, s'kam pasur në asnjë moment pëlqim për ty, s'm ke pëlqyer as fizikisht, ndërkohë që në emision ke thënë gjëra shumë të ndryshme. Unë për një moment vërtet mendova dhe unë ndjeva pak keq, sepse më duk sikur ti e kishe qef vërtet Mariusin dhe ai të la, të braktisi. Këtu ka diçka që më bën mua të dyshoj pak edhe te ty pavarësisht se unë kam thënë gjithmonë që ka shumë gjëra që nuk I besoj Mariusit. Po ti nuk më dukesh aq e pastër në gjithë këtë. Nuk thash që nuk kam pëlqen, thash nuk kam tërhek. Te unë pëlqim kum pas, me thonë me çka ka tregu deri në atë pikë, e thash gjithmonë deri në këtë pikë je tregu I mirë. Kur kena fol mas takimit. Nuk më tërheq, po kam pëlqim, do të thënë tani edhe kjo s'ka lidhje. Nuk jam tu I shpreh unë vet. Physically, me thonë, I didn't like him. Po, këto I the, Vlora, e qartë. Sara? Kam edhe s'kam fjalë, do të thonë që jam akoma në atë fazën që prap në çdo puntat s'ka asnjë përmirësim ndaj, domethënë ndaj njerëzve për Mariusit, ndaj komenteve, edhe prisa sot të merr një serim më të qartë nga ky takimi midis Vlora dhe Mariusi, por që se mora më thon drejtën. Edhe prap edhe faktin e letrës që më ka dërgu Vlora, unë ja thash e vlerësoj, po prap nuk e di, kam aq shumë pikë pyetje që as vet nuk di. Ke dyshime tek Vlora? Tek qëllimet e saj? Edhe ndaj saj edhe ndaj Mariusit, më thon drejtën tani, domethënë mas asaj që ndodhi dje, Shumë shpejt unë ndikove më Sara. Shumë shpejt? Po, unë ndikove. A thu? Po jo, po e thu vet. Po e thu ti vet. Ti po thu vet. shumë shpejt. Ha? Ti po thu shumë shpejt. Ai shpejt nuk është sepse mas atë gjithë ata sulmime që ty të kanë bën pra se prapë të kam mbështetur. Qëndro pra si qëndroj edhe unë. Po kam mbështetur ty, kam mbështetur atë që una jo që ndjej, por që pra se prapë atë që unë mendoj, domethënë unë them unë dukte deri në fund do e çoj, derisa pastaj them okay. Në momentin që kaq mund ta çoj përpara. Në momentin që ti thu dhe un kam 50-50, më bën edhe mua, domethënë me heq atë total besimin që kam te ty që nuk gjoj asnjëri. Marius, jo. Unë falë se do të ndaloj këtu, se ju po t'ju lësh, ju shkatroni çdo gjë me duart tuaja. Nuk do shkatroj. Po nuk dua të nxitohesh, se unë e di që ti je vendosur në situatë të vështirë në program, e di që s'është e thjesht, edhe ti je përballë një ushtrie vajzash që të sulen me akuza e kundër akuza, edhe je I gjendur në pozicion të vështirë dhe e kuptoj, por nuk dua që ajo të ndikojë dhe të prishësh atë që mund të jesh duke ndërtuar me Sarën. Jo, absolut. Dhe dua po ashtu që të përpiqesh të kuptosh edhe Sarën, që është me shumë zjarresh dhe shumë fjalësh që Atë do thoja Megi, atë do thoja. Mendoj që ka qëndruar stoike deri në këtë pikë. Pra, jepi përfitimin e të dyshuarit. Atë do thoja mos të thot më mirë jo edhe Mariusi kështu. Më mirë lëri akos edhe shikoje vet. Ata sa po thash, por ti mos mendon që tani nëse ne dalim me gjitha, domethënë që unë 100% kam zgjedhur ty, se pra programi është për t'u njohur. Nuk është sepse unë tani po dal me ty të them është Mariusi direkt. As nuk ta kam kërkuar. Edhe unë nuk jap drejt vajzave, më japin mua mendim se çfarë do zgjedh unë, se ta kanë vendosur vetë se çfarë të bëjnë. Kështu do bëj unë me veten time. As nuk e vën dyshim të zgjedhësh këtë të duash, të thash, me rëndësi ishte që unë isha I pari. Normal që besimi nuk krijohet direkt. Ti e pe, kush jam, qa jam, me aj sa m'njofte tani vazhdo. Kam të shoh, se normal që këtu në program s'është e lehtë. Normal që pastaj njihesh më mirë jashtë programit, domethënë kur të marrë programi çdo gjë, po tani për tani jemi të gjithë në provë. Megjithatë mendoj që ju të dyve ju duhet pak kohë për të folur. Dhe mendoj që në këtë studio, në kushtet që jemi tani, nuk e bëni dot këtë diskutim në qetësinë që ju duhet. Vlora, ke një koment për Sarën? U I thash 100 herë, u kon lajm në eksperjenca ime, je vajzë e rritun, dukesh se shka,
I shesanat për veti, delet e ty njësoj si dalin edhe për ne. Edhe unë shpresoj që mos ke marrë këtë vendim, por që ke marrë me mendimet e tuaja ajo që je ndikuar nga vajzat tjera. Po jo, edhe kjo nuk jam dakord që Alona që tha që jam ndikuar, se nuk jam njëri që ndikohem mas dikujt tjetër. Mirë, kryem hapësirën për të folur sërish në një moment tjetër. Sot nuk dalim dot nga rrjedha e programit, sepse kemi të programuar një takim jashtë studios, që është takimi i parë i Enesit me Esmen. Duke gjykuar dhe nga fytyra e Enesit, më pak e lexueshme ajo e Esmes, do mendoja që ka qenë një takim suksesshëm. Enes, si ishte takimi i parë? Besoj që nuk ishte thjesht takim, po ma shumë përballje. Përballje. Po. Po? Sepse gjërat e thjeshta nuk pëlqejnë dhe di që ja kam thënë herën e parë dhe kam pas dëshirë me vërtetu vetë që ka karakter të fortë dhe dëshiroj të vërtetoj në ring ose në ndonjë vend tjetër të veçantë. Po. I ka qenë ideja jote? Po. Mezi po pres. Ndjekim pjesën e parë të takimit dhe kthehemi. Për çfarë më ke pru këtë sot? Kam pru këtu sepse duhet të shikoj nëse je fort veç me fjalë apo edhe me vepra. Jam marrë disa vite me sporte marciale, kam qenë kampion deri 18 vjeç. Me çfarë? MMA. Kështu që duhet të sfidoja në diçka ndryshe. Atëherë ti duhet ta guidosh këtë situatë, duhet më mësosh. Tani nuk po merresh. Jam marrë me arte marciale, siç thash, dhe kam lënë sepse gjatë viteve ka ndryshuar pak situata dhe tani veç e shijoj me person. Spostimet, postimi nga italianët në Zvicër. Pak, po, për atë faktin. Dhe pastaj piksionime tjera në jetë, domethënë nuk ishte piksionimi në fillestar, kështu që ta kanë shprehur në një ishte dashur që sikur ndihet më sigurt afër teje, domethënë thjesht për faktin se vën këtë artë. Po, më kanë thënë sepse edhe si tip kështu nga përjashta mund dukem pak domethënë si agresiv, i mbrojtur ose që mbron. Po, sepse agresiv është situata parë që shikojnë njerëzit, po njerëzit që shikojnë mbas, shikojnë edhe mbrojtjen në të raste. Okej. Se ti nuk je kaq agresiv nga brenda sa dukesh nga jashtë. Je tip më varet nga personi që kam përballë. Okej, shumë jam shumë person po që përshtatem dhe jam shumë i qetë zakonisht. Okej. Kam vënë, doja të thoja, kam vënë tek ty që ti nuk shprehesh shumë, ose është sepse je më shumë vëzhgues se sa Po, i tjetër fakto që nuk më pëlqet të flas për të bërë zhurmë. Okej, bravo. Dhe nuk pëlqet të gjykoj njerëzit para që t'i njoh. Bravo, e kam pëlqyer. Më pëlqet t'i njoh vetë personalisht robt dhe kam shumë respekt ndaj femrave. Okej. Dhe nuk e di nëse besoj që e ke pa në rastin e parë ku më janë gjykuar në disa situata dhe nuk jam përgjigj. Dhe thjesht sepse disa persona nuk meritojnë përgjigje. Exactly. Po kjo gjë më pëlqen tek ty. Domethënë karakter, domethënë. Besoj që kjo është një aspekt që mund shkoj shumë dakord për ne të dy. Për ne të dy. Okej. Po, dëshoj me kalimin e kohës. Do shikojmë sa do më tolerosh në boxing. Po, do të njoh edhe pak më shumë se çfarë të pëlqen ty tek një femër. Gjëja e parë është sigurimi në vetvete. Okej. Dhe beson se unë kam treguar këtë? Besoj që po siç të thash, me fjalë je shumë e mirë, por me vepra nuk e di sa unë t'jesh e mirë. Po me vepra nuk e di. Ke gjithsej një. Po tani hikim e provojmë e ta shikojmë bashkë këtë dragosh. Okej? Do të habis. Dhe shikojmë. Atëherë do më stash? Hajde. Se ti merr vesh. Bëjmë pak një dy trash. Bëjmë një dy trash. Okej. Me këmbë? Jo. Hajde. Me kombi jo. Okej. Një dysh. Bravo. Okej, again. Po, vazhdo. Një dysh. Të pëlqen ti mësosh? Femrat kështu si të stillar me ty? Nuk e keq. Një dy trash. Bravo. Të pëlqen që për shembull të jesh një person që jep më shumë
Pëlqen të mbaj kontrollin në Të situatës. mbash kontrollin, por të pëlqen të konsultohesh apo pëlqen të japësh më shumë urdhra? Më pëlqen të ketë komunikim ndaj partnerit tim. Po unë çfarë do të vlerësoj tek Enesi për t'i treguar atij forcën tim, se ndonjëherë mbas se s'ja vlen fare t'ja tregosh dikujt forcën. E ndje prezencën njeriu që ke Po përballë. dhe ti duhet ta ndjesh prezencën që më ke përballë. Kush tha që nuk e ndje? Po kjo do të thotë që ti je Nish dysh. unanim. Aha, jo, njësh dysh, ku s'ke çfarë thua, ashtu. Çfarë do të ketë parasysh një vajzë kur futet në një lidhje ose se do të njohë Enesi? Do të ketë parasysh që do të jetë mbrojtur për herë nga ana ime. Po, është mbrojtur. Okej, Po, njësh dysh. ndonjë diçka që për shembull Enesi e shikon si red flag, për shembull që ajo nuk duhet ta bëj kurrë sepse mund ta çojë në një zënk me Enesin. Mungesa e respektit për mua është e rëndësishme. Hajde, këtu. Kështu e mirë, jam me forcë, po Po, nuk kam teknikë. duhet tolerosh akoma më shumë disa raste. Jam shumë e mbrojtur, po e mbaj shumë veten. Jo se më kanë thënë, futesh në ujë dhe nuk del pa lagu. Ti ishte që lagesh aq kollaj, e kam fjalën dhe isha lag për deri tani. Ja, po këto gjëna që lagën në kollaj janë për mua, kështu që e se ti kishte personi im. Me ai sa kemi folur nga jashtë, të them të drejtën, një djalë shumë i respektueshëm. Okej. Shumë edhe i ëmbël. Edhe duket që je i përkujdesshëm ndaj një femre. Ke parë pak më shumë botë, le të themi. Kam pas disa eksperienca dhe më thonë të larta dhe të poshta, Okej. që më kanë bërë të mësojnë shumë Je jetën time. rritur në donë se ke qenë ndonjëherë i dashuruar? Mendoj që... Jo mendoj, po. Po, Okej. Por në disa raste, ku nuk është kismet, ku nuk shkojnë gjonat, është e kodë. Je zhgënjur? Je ndjer i zhgënjur? Po. Për mu fjalët kanë një kuptim dhe kanë një besë. Për mua fjalët kanë kanë kuptim dhe kanë një besë. Po. Ti, Enes, po e kap me pjesën e fundit, se më pëlqeu mënyra si fole shumë pak, por më le të kuptoj pak a shumë se në çrethana mund të kesh qenë në marrëdhënien tënde që je shkëputur tashmë, pra nga dashuria jote e shkuar. Po kuptoj që të ka lënduar. Thjesht besoj që ka ndikuar në këtë që jam unë në moment dhe në këtë që mund t'jen në të ardhmen. Ka ndikuar sepse është eksperiencë. Do të flasësh pak për këtë marrëdhënie tënde? Si çdo eksperiencë, fillimisht është çdo gjë e bukur. Sa kohë më parë po flasim? Flitet para 4 vitësh. Pastaj normalisht dalin debatet e para, keq kuptimet e para. Dhe ju keq kuptoheshit për? Disa situate që nuk ishin të përshtatshme në të njëjtën mënyrë për të ardhmen. Më thonë, unë kisha ca pikë synime, personi tjetër jo. Kështu që mendoj se nëse nuk t'jemi përbashkëta në debate dhe në mendime për të ardhmen, është e kodë me vazhdu në disa raste. Po, ti the njeriu ka një besë. Mund të kesh tërheqje fizike ose në besë. Respekti është gjëja fillestare. Dhe fjala nëse jepet mbahet. Në disa raste unë për ty do vi, do bëj, do krijoj. Unë për ty do vi në fund botës, pastaj ku ka ardhur momenti nuk ka qenë kështu. Ti ke pritur të t'jepte kohë, të të mirë kuptonte? Jo, thjesht ku ka qenë momenti të prisja unë e kam bërë. Ku ka qenë momenti kundërt, s'ka qenë, më thonë, njëjtën gjë, kështu që. Ajo duhet të të priste për çfarë? Që ti të ndërtoje veten. Jo, unë thjesht kisha sa pikë synime me lëviz nga Italia deri në Zvicër. Personi e dinte, okay, pikë synimin tim. Kështu që nuk kemi gjetë në të njëjtën situatë që të përshtatshim dhe ka ardhur momenti që çdo njeri të merrte rrugën e vet. Çfarë ideshe ti asaj? Më fal? Çfarë ideshe? Çfarë ideshe? Çfarë kishte ajo? Çfarë çveshe? Çfarë ideshe? Po jo. Çfarë kishte ajo që e dashurove? Fillimisht fakti që mentalisht më përshtatshë shumë dhe më bante për herë fokusin të lartë. Unë kam nevojë për herë për ndjenja edhe gjatë ditës ose situata gjatë ditës që të mbajnë gjallë, okay? Dhe nëse kam një person që nuk ka energji pozitive ose nuk
nuk më përshtatet në disa raste ditore, atëherë avash vjen situata. Kështu që në momenti që kam kuptuar që energjia nuk ishte më e njëjtë, atëherë kam shkëputur marrëdhënien. Por ti e lënduar. Nuk ka qenë Besoj që nuk ka dashuri pa lëndime, nëse ka realisht dashuri. Dhe si e përballur me lëndimin e ndarjes? Them sinqerisht, ishte gjë që e prisja, sepse kishe disa periudha të larta dhe të poshta, siç po thash, dhe thjesht e kam pasi do reagonte, po ka reaguar në mënyrën se prisja, kështu që jam shumë i lehtë dhe shumë i qetë në moment, domethënë. A je gati ti nesër për një marrëdhënie të re? Në moment aktualisht shumë gati. Po. Sepse jam shumë i qetë me vetveten. Besoj që nëse do krijosh ose të njofësh një person të ri, gjëja fillestare është të jetë okay me vetveten, të jesh në rregull me veten tate, të kesh objektive në jetë dhe të jesh i pavarur nga gjithçka. Presupozojmë që Esme mund të jetë një kandidate shumë e mirë për të qenë dashura jote. Kishit një marrëdhënie shumë interesante në takim, që unë gjykoj që mund të zhvillohet, po s'më takon mua ta them. Çfarë do t'i thoje Esme si një dashur potenciale? Në bazë një paralajmërim që do mund t'i bëje për veten. Një nga gjërat që vuna re është fakti që ka shumë forcë dhe karakteriale, por ndoshta një këshill që mund t'i jepja, që mund të përmison të pak me mbrojtjen. Në ring dhe në jetën private. Në jetën private, në ç'kuptim? Çfarë ke nohatur ti? Do jenë disa situata që do kuptoj vetë, i vi koha për këtë gjona. Okej. Esme, ja bëra pyetësorin si ç'duhet, tani mund ta pyesësh ti. Jo, ja bëre disa prej atyre pikave që kap edhe ti Megi kam kapur dhe unë aty në takim, sepse ishin disa gjëra kur i thash çfarë red flags shikon tek një vajzë, ishte pikërisht për këtë sepse ai është një djalë që edhe me qëndrimin e tij duket sikur është shumë korrekt. Paktën këtë përshtypje le, që do të thotë dhe nga ana tjetër pret korrektësi. Dhe duke qenë se unë jam një person shumë impulsiv, domethënë që mund të gaboj edhe pa dashur, sigurisht jo për ato gjërat e respektit dhe gjëra të rëndësishme le të themi në një marrëdhënie, por mbase për një mashkull, sidomos shqiptar, edhe pse i është rritur jashtë vendit, ka disa pika të cilat unë si Esme e di shumë mirë ke peko, që qaloj në disa pika. Dhe ndaj e pyeta, por nuk më doli aty, që do të thot nuk ishin gjëra që atë, do më thënë, mund ta influencojnë në këtë njohje që ne po kemi. Pastaj, ky është takimi i parë me Enesin, dhe besoj se ashtu si ai më tha që donte të shikonte nëse këtë karakterin e fortë e kam e shpreh dhe jashtë studios, domethënë dhe në situata normale. Unë i thash, mund të ta shpreh, domethënë, por a ja vlen nga ana tjetër që unë ta shpreh këtë dhe doja të shikoja edhe pak tek Enesi atë dëshirën e tepërt që ai mund. A mund ta bësh të bisedë me Enesin, të lutem, sepse nëse ti do të bësh një monolog, do vazhdojmë, do jemi këtu deri pas nesër. Ja, okej. Atëherë, Enes, si e mirë? Shumë mirë ti. Atëherë, për të vazhduar bisedat e djeshme, unë paka shumë ato përgjigjet i mora, por dua të di, ti je i qartë tani pas këtij takimi që patëm për këtë karakterin tim të fortë, je paka shumë. Po besoj që vërtetova disa fakte që kisha mirë kuptuar fillimisht. Kështu që për momentin jam ndje mirë, jam ndje i lirë dhe të kam pa besoj shumë me lirë. Dhe për mua është gjë fillestare, sepse sidomos në njohjen e parë, nëse je lirë dhe nëse je vetvete, është shumë e rëndësishme. Po nga ana tjetër beson se meritojnë që të kem pak më shumë dimostrim nga ana jote pas kësaj që sapo the? Besoj që jo mund të kesh, po duhet të kesh. Duhet kem. Do kujdesesh ti që ta kem? Besoj që do shikosh vetë. Okej. S'është nevojë ta them unë. Okej. Dhe japim kohë atëherë. Megi, kam i pyetje, të lutem. Po. Mundem? Enes, ti e pe mirë, domethënë, të pëlqeu ashtu siç ishte? E kam pyetje serioze, pa të keq, me gjithë respekt Esme.
Unë jam tip që s'ndikohem nga asnjëri. Jo, e pe kështu si fizik të pëlqeu? Po, estetikisht është një nga vajzat më të bukura këtu. Bravo. Esme, për zotin se kam e të keq, ha? E kam me shumë respekt. Ka problem. Kishe mbathje veshur aty? Sigurisht, Marius, po zë ta them ty, unë tani do të dish ngjyrën ti. Jo. Jepi lekë Për Adelaidës. zotin, me gjithë respekt e kam pa të keq. Kishe mbathje veshur aty se ky se pas ka parë. Marius. Mëra vetëm mua. Ej, A mund kemi një Unë e kam parë moskimer akti, e kam E parë. ke parë? Po. Kishte? Të përgjigjem, jam aq e Skimera. kujdesshme për Po? estetikën time, sa që di ku ti fshej gjërat Po që ku i nuk duhet kishe o i duket drejt? publikut. Kishe? Në qoftë se nuk i pesh sepse isha kujdesur që ti mos të shqije ngjyrën. Okej, bravo. Të kërkoj ndjes, e kam Ka pa të problem keq. fare. Po qofse mund kemi ndonjë aty një pse e bëra këtë pyetje. Kupton? Jo, faleminderit. Nga ty Wow. Jo, unë Jo, tani po, po kam avokate bëra pyetjen e ka pa Po kënd kam ata. avokate unë. Po çfarë rëndësie kishte kjo pyetje se mora vesh? Jo, kishte rëndësi për mua sepse ka dalë me të vërtet shumë bukur dhe po e shifja me vëmendje. Ah, ti po e komplimenton. Sepse unë jam vetë sportist. Unë jam vetë sportist. Unë mendoj që Mariusi do t'i vërtetoj Sarës se s'ia vlen më u marr me të. Mimi, në rregull jeti Krist, vazhdo. Thjesht kaq doja të pyesja, po pa të keq. Jo, nuk Të e mora për betohem. të keq. Nuk e kisha me Doli pak si keq, po nejse, e kalojmë. Mirë, le të dali, nuk është problem, thjesht më interesonte. Po se pra ky pra tha e pa, shekni e thash, a e ke pa tamam? I ka ranë sy se mu duk pa mbathje. Jam i sigurt që s'ka nevojë as për Po mirë, për mbathje. e supozojmë se ishte Për pa mbathje. përgjigje. Jo, po t'ishte me mbathje, Po ti i duken vëmendjen edhe aty është e ke provokuese, nuk është Eksakt. në rregull. Po t'jetë pa mbathje, Po është t'ishte. fundi botës se nuk i ka vesh ka. Jo, bravo i qoftë, sepse bravo i qoftë se gjatë ishte. sparingut. Do me Jo, thonë po unë ta. dua ta di nga Mariusi nëse nuk do kishte mbathje ç'a do ndodhte. Jo, ma, është punë e saj, thjesht na që kishte. Po mirë, punë e saj është patjetër, po përderisa ti bën një konstatim, pra do të dish diçka, do të arrish në një përfundim. A e ka parë Enesti eksakt thash, se nuk e përmendi atë. Tani ti po kërkon që do thotë Enesi të japi Enesi përgjigjen. Po. E do nga Enesi. Po. Po këto gjërat janë neve. Besoj se ju koncentrua aty ku duhej. Të paktën në djalë si punë ati. Ti që ke koncentruar në vendet të Po priti tjera. përgjigje akoma nga Enesi. Po. Jo. Unë mendoj për herë para Migi që nuk lejonte ky sport këtë lloj veshje. Kjo është edhe sakt, normale. Sulmon. Është shumë e saktë. Po në disa Se si është uniforma e boksit për një vajzë? Jo, se dia domethënë këtë pjesë që tha ky, a ka pas as ka pas. Dëgjoj, tema është se merrem vetë shumë me sport edhe pikërisht atë që the ti dhe faktikisht vajzat. Thash mos ndoshta s'ka që në asnjë rregull problemi, i- mos thash po na që ishte veshur shumë elegante, shumë bukur. Ti- Thash, Marius, ti sheh një qëllim mbrapa veshjes së Esmes. po pak Përderisa po e specifikon tani. pak ekstravagant provokuese për Enesin dhe shumë mirë ka bërë, Ishte pse jo? gjithmonë provokuese. Bravo. Për të gjithë. Bravo, Edhe thjesht për doja ata në Instagram, Se kuptoj pse Marakos është ka shumë. Ha? Pse Marakos është ka shumë për... Jo për Esmen, e kisha S'jam xheloze, po s'është vrejtë për të bërë, a kupton, është ulje domethënë ndaj meje, të bëj këtë lloj. O Sara, je vrejtje. xheloze apo po dëgjon Ndoshta, letrën e ndoshta, Vlorës? Esma, ndoshta. Po dëgjon letrën e Vlorës. Nuk e di unë këtë Marius. letër po dëgjon, unë thjesht Ka lidhje avokati këtu. doja të dija Enestja e ka pa me Terezi çka kishe veshur ti a ditë, unë jam shumë detajist. Normal, edhe unë detajist jam, i kam pa çdo gjë. Kishte a nuk kishte? Atë që kishe për të pa e kam pa. Por kam shkuar ty për të njohur si person, jo për të pa. Unë besoj se Mariusi do gjëra të di ku tjera. i blej unë të brendshmet, se edhe para se të fillonin xhirimet këtu, po pyeste Adelaide çfarë ngjyre i kisha. Po ngjyre i kisha dhe po kërkoni të bëni la kolekta, të mblitë lekta Adelaida që ti thosh se Adelaida mi pa dashje, e doni që ti thosha ngjyrën. Mariusi do të di markën mbas. Pas je pas aty hallin ti e burr. Se me këtë që nxori tani do të di ku i blej. Thjesht Kene treguar ti Pak. pak. Bëj publicitet po në Itali ka marrë. Qofse ashtu shumë bukur, i kem shefur Janë shumë shumë bukur, bukur, bravo po. të qoftë. Po kur kemi e djallëzuar, aty të shkon menja, kupton? Nuk e pyetet si shkoi, a të pëlqeu me karakter, jo, direkt. Jo, dëgjoj, unë Esmen kam kohë që e njoh, djalin e njoh, Po ndaj respekt për mua, s'e kishe bërë fare këtë pyetje, kjo dhe nuk- e kishe bërë veç tani, Sara, se kjo s'është nuk pyetje për të bërë ishte as. mos respekt për ty. Unë është. merakosem për djalin, ai ka pa të gjitha detajet S'ka në punë për të boks, merakosur, sepse o ky burr. në MMA, Po ke dal ti takima ka dal djali, mos e Me fal, Esmeralda, Esmeralda, ç'a mase kishte Ernesti? Çfarë? Mase kishte Po Ernesti. unë koncentrohem aty. Do të Ta fillu mas Ernestit, e ka Nuk më lë. intereson. Do të bezdiste pyetja që sapo më Jo, bëri. fare. Po nuk më intereson, Po do të tjerë
ty të intereson një përëndësi. O Marius, atëherë do të thotë që ti nuk e ke qëllimin aq të fortë me Sarën, sepse Jo, ti ke thjesht kam besim te Sara. Ke besim tek Sara. Ka besim që do t'i bëj kapakun Sara. Ajo me gjithatë që i ke treguar këtu në studio, besimi ti duhet ta fitosh tek ajo. Dhe me këto gjëra që po bën nuk mund të po e fiton. Ajo le të bëj, ajo le të bëj. Ka hallin e Enesit siç kishte hallin e Sarës. Po i ka ardhur këtu për të na lidhur ne të tjerë të filloj të mendoj njëherë për vetes, ai është 40 vjeç, këtu s'kemi ne të tjerë. Tani moshën time e di mo, faleminderit që ma ke përmend kaq shumë se. Është këshill. Vetëm shumë zhurmë jo se me ose në gjumë, ju lutem. Tani Rinde. Tani thjesht shive që ta kuptosh Esme, që mos keq kuptohet. Ky tha bëj MMA. Mixed martial arts quhet. Që me qëra fjala, Marius, hajde boll një herë tash, dua të më bësh një më bëj një stil. Ç'a të bëj? Jo ti jo. Enes, ngru pak këmbë lutem. Lutem ngru pak këmbë. Stili do të bëj. Hajde pak. Hajde hiqe bluzën fare, tani boll më se na, ku janë feromonët e kësaj studie, ku janë beqarët. Hiqe atë bluzën, hajde. Hiqe fare. Hiqe bluzën. Mikrofonin, kujdes mikrofonin. Hiqe bluzën. Jo Megito, jo, se nëse po. Te Esme, hiqe bluzën, hiqe. Na vini një këngë, një bas të çmendur. Hiqe ande. Hiqe bluzën. Enes, ta veshim, ti ke për... Jo, mos e vish bluzën, një sekond. Omega, e veshim. Jo, një sekond. Që që do bësh? Jo, ishe. Majer. Ishe atë pak. Do... Ngru pak Arlind, hajde pak tu. Hajde pak. Arlind, no, Meg. Enes. Arlind është shtrirën tokë. Enes. Po, a i ka teknik. A i ka teknikën. Jepi shtrirën tokë Arlind. Po, jo me mikrofona. Ua. Bëj atë, ke parasysh këmbën, siç mund ta bësh një gjë kështu? Po, më të aurikolari, isha të shkopin, vlla. Ishe në shkopin, ma jep shkopin. Ai e di çfarë po bën, janë trushet sigurta. Më jepni pak adrenalin. Po e zgjojmë, Rindi, jam shumë le të zgjojmë Megin. Hajde. Është antik, po që ke rrezikshëm. Ja kuptoj që ka. Po që mirë Arlindi. Ikti, ulu aty të. Pesha luan rol. Jo, e ka fituar nervi.
Mos fol, rinde, mos fjasi asnjë që s'ka mikrofon, të sistemohet. O Altin, hajde do të bëfsha. A u vrat? U vrat. Ore kush fitoi? Tomi kush fitoi? Arlindi. Arlindi fitoi? Me rir naked. Nokaut, e kapi. Jo, e përdori peshën, me ile. Kujdo që ti marri, kujdo që ti sulet, bëjani gati kufomën se... Si? Kujdo që ti sulet Arlindi, bëjani gati kufomën se përdorën peshën. Nuk është fe. Ajo që e kapi quhet Rear Naked bluzën Shop. tani. Shko aty. Rear Naked Shop, në mëra, vetëm se si bërë duar të shkoj. Vëra, vëra Altin, hajt. O goca, e di unë habita me ju me vërtet, nesi ala me çune. Jeni shiçar muskuj që ka. Super trup, po sa herë të mirë mbaka herë. E ndjeve t'jesme, apo? Po. Besoj keni ndjerë të gjitha. Po si me rrini kështu? Kaq, kjo është gjithçka që mund të bëni të kërkoni burr, por prandaj keni ngelur pa burr. Po shijojeni pak momentin, ai ju ofron spektakël. Më shumë na knaqi nese sa vajzat. Bravo Nes. Me la pa fjalë. Të la pa fjalë, Sara? Pak merret me Mariusin Sara, më duket. Ai buzëqesha tjetri. Sara, mbaj mikrofonin nëse do flasësh, e Nes faleminderit shumë, ishte... Bravo. Ti ke qenë kampion, thete apo jo? Deri moshën 18 vjeçare. Falni pak. Do pak frym, ha? Po. Po nuk është fair se Arlindi është 2 metra. Ku e kishte forcën e Nesi Arlind? Në të shpjesë të trupit ishte më i fortë. Që ndjen që po hasi vështirësi ta përmbysë rezultatin. Mua s'më duk aq i fortë, s'më duk si kampion. Po mirë, Thjesht nuk doja të vrisja. Kjo ka një, besoj është ndarë në pesha, gjatësi, ju të dy s'është gare drejt. Për shembull e Nesi, Blendin, me kishte gozhduar. Hajde, jepi. Se kemi kohë ndaj nda vazhdojmë. Po dhe Arlindi po thjesht nuk doja të vrisja. Jo, boks rrugë po Begi, e bukur do ishte Enesi me Krisin, me qenë se është edhe Esme në mes, dhe kam pak a shumë njëjtën staturë. A pse do ishte shumë e bukur një duel për vajzën. Arte marciale. Ti ishe po. Si, po i trëmbesh garës? Ka qenë kickbox, Kickbox kam qenë për vete, po. Krisi ka qenë kickbox? Po. Hajde ngryj një herë të. Po boja 6 vjet. Hajde një të dy këtu, hajde Enes prap. Duel për vajzën e zemrës? I don't know. Bëhet fjalë se kam edhe meshkuj për zemrën që më duan fort. Do jeni këtu për ballë Esmes. Po tash ç'at bëjnë? Bëjnë mundja, ç'at bëjnë? Vetëm Ore, a mund ta hedhësh knockout me teknikë? me prekje. Me pikë me prekje. Hajde. Vetëm mos u lëndoni çuka. Jo, s'u lëndoj vetëm. Po mirë, më mirë këshim pa bluza. Pa bluza, pa bluza, me Të shko me xhup. Omega, mund t'i vi rrotull? Shiko, kjo s'mund t'jetë, ju s'bëdë i stil, më duket, thjesht bët një... Mi jep dorezat edhe hajde ta vazhdojmë. Ky ishte një sherr badakçinsh. Badakçinsh. Çka ishte kjo? Atëherë këto sherrë badakçinsh. Këto sherrë badakçinsh bëhen nëpër ringje kur bëhet sparring pak ashtu. Po? Nxeheni çik badakçin, pastaj fillojnë grështohen. Kjo ishte nxemja vetë. Nxemja çfarë do bëjmë? Okej. Kush fitoi? Pse dihet Barabar janë, dy mirë janë. Të dy janë mirë. Ato spinning kick që bëri një spinning kick Krisi që mu duke interesant, them që mund të jetë një gjë. Ajo goditja me kthim, që e bëri kështu. Po. Ai e provoi, po besoj duket edhe te qëndrimi. Te balanca kur ti ke gjatë sparingut. Esme ti për kë po bëje tifo? Unë për këtë bëja tifo, atër, Meg, unë duhet më demonstroj, nuk arritja asnjëri që ta bënte diferencën tamam këtu, po them në studio. Prap? Që do të thot? Rematch! Në që po flasim për ringun, po them asnjëri nuk arriti ta bëj diferencën këtu. Po? Pastaj, me aq sa i kam njohur të dy djemt gjatë kësaj kohe, sigurisht që unë Krisin kam më shumë kohë që e njoh, thash që dalim dhe jashtë, unë dhe Krisi. Po pse për ndeshjen? Për ndeshjen po them po Sa të asnjëri se duket- bëri diferencën, ja. Asnjë se bëni, okay. Ja.
E po, nuk është ambienti që nuk është i duri, duhet të jenë çunat, duhet të alenohen dhe pak sepse mbase kam pak kohë që nuk të falim dot, po. O Esme, po i palë mbafje. Më pëlqen mbafje, Esme, u bo nami, u shtrim tonë. Po i bëri ti ato mbasi, po më pëlqen kjo lufta midis titanësh për mua, edhe këtu. Dhe nuk kemi një fitues. Mirë, do të bëjmë pas çdo pjesë takimit, do kemi një duel të ri. Për këtë arsye. Uaj ndriti. Po këtu jam. Një duel të rritë për ndriti. Ndriti ka 5 ditë që nuk flet, është mute. Ndriti qa the? Kam folë mjaftuar mirë, thash që janë të dy të këqij në aspektin e tyre, unë kam ushtruar pak boks. Ti ke ushtruar boks. Po ta bësh një tek me nesër. Po dish e totalisht ndryshe. Pas takimit dyta, pas pjesës dyta, bësh sport totalisht ndryshe. Jo. Mos do të bëj luftë për mua që hof kështu si palivjes. Për ty unë po çe për ty dal jashtë. Ishte për çka Endri, të rini. Sistemon fërmarrjen pas pjesës dyta takimit. Jo, unë kështu që sinqerisht kishim bënë mesh në ring, kështu tamam. Me dorashka tamam në ring. Në ring tamam. Sport ndryshe, edhe mund bëjmë, po jam ndryshe. Insert javës tjetër, Enesi ndriti boks. Ka në ring, okay? Publik? Tani do vem mund të shkojmë për publik. Organizoj gocat. Shkojmë tek pjesa e dytë e takimit. Një, dy, tre. Kjo pjesa e bute e Nesi që unë shikoj brenda, mos është një pjesë që Nesi e ka marrë le të themi nga familja, që do të thotë. Po familja për mua është shumë e rëndësishme. Këtë doja të dija. Familja për mua është çdo gjë. Është çdo gjë, po trego pak për lidhjen. Dhe është Nesi që është sot. Normalisht për faljen e familjes. Bravo. Por çdo gjë që e kam krijuar vetë dhe do vazhdoj ta krijoj. Dhe normalisht me mbështetjen e familjes. Kjo pjesa kur shkopute nga Italia, që shkove atje dhe domethënë ata ngelën pa ty, dhe ti ngele pa ta. Fillimisht e kam marrë pak, domethënë, jo mirë fakti që ishim larg. Me këmbë jo këtu, në raste tjera. Në raste tjera. Më shkoj jam agresive. Kur vet luftë, futem në luftë e gjitha. Po, tjetër? Por ka qenë një moment edhe për mua që kam ndjerë domethënë forcën time personale dhe rritjen për këtë situatë domethënë. Ke treguar forcën tate dhe ta tregoj pa kundësh. Besoj se jam gati. Po. Gjithsesi, edhe pse ti mendon që unë jam gati, unë kundër një mashkulli respektues nuk jam shumë agresive. Në fakt unë s'dua të jem kurrë agresive. Agresivitetin ti ma nxjerrin vetëm persona që ma acarojnë, për shembull, energjia e keqe. Kështu që ti s'po më jep a bad vibe, një energji të keqe. Kështu që je i kujdesshëm, po të paralajmëroj, domethënë, jam manipuluese në pikë. Që do të thotë mos më vrit. Besoj se je gati ti për të krijuar një marrëdhënie, them, jo, domethënë, je gati për aventura apo për një marrëdhënie të qëndrueshme të krijosh një familje apo këtë. Si të thash, jam shumë mirë me vetveten. Kështu që jam gati të jem i qetë për çdo situatë. Okej. Ose më kanë sulmuar gjatë gjithë jetës, kështu që ke marrë dashur të mbrojë. Ke marrë eksperiencë, ka nga eksperjenca, po, direkt sa më preken kur jam gati. Interesant. Dhe kur vin për të më përqafuar, unë gati, po kur më qafoj, kështu, domethënë, kështu. Apo jo? Po, këto situata që ke përjetuar, ke të drejtë. Prap s'kam mësuar, ka jeta këto. E shikon? Po mirë, do mësosh prap. Unë jam e mirë. Jeti kështu. Jeti kështu. Ti je mirë sepse unë jam e mirë. Qa pate? Ballë, nuk do bëj me boks. Nuk beson se jam mjaftueshëm e fortë tani për t'i përballuar gjitha situatat edhe me ty. Mastoj se fillimi mund të jetë interesant. Fillimi. Po do shikojmë në disa raste tjera sepse në raste shumë thjeshta. Do më mësosh artet marciale, domethënë. Në raste tjera besoj që nëse t'intereson, po. Po, sigurisht se jo. Besoj që mund të kemi shumë gjëra të përbashkëta, kështu që mund të jetë interesante në shumë aspekte. Duhet të dish që dhe unë gjatë gjithë kohës i vëzhgoj persona, edhe pse unë flas, unë i vetë dyja, unë flas dhe vëzhgoj.
Esme ja del që në çdo takim të futet në ca skuta personale të djemve që nje, dhe të njëjtën gjë ka bërë dhe me Nesin, ka pasur të njëjtin efekt. Nes, nise ti tregosh Esmes për zhvendosjen nga Italia në Zvicër. Sinqerisht më erdhi mirë pyetja që më bëri, sepse më lën të kuptoj edhe sa e vëmendshme është në përgjigje që mund t'jap, ose sa mund të interesohem realisht, sepse mund dalësh me çdo njeri, po nëse nuk krijon disa debate ose disa argumente pak më të thellë ose personale, do më thonë që realisht nuk të intereson një person. Dhe më erdhi mirë për këtë faktin, do më thonë. Kemi fol për situata familjare të përbashkëta dhe besoj që edhe në shtetet ku jemi rritur bashkë ndikojnë edhe në këtë që jemi në moment. Dhe fakti që jemi rritur në Itali të dy, besoj që ka shumë situatat përbashkëta edhe për këtë motiv. Esme, a mund të më identifikosh pikat e takimit që ke gjetur mes vetes dhe Enesit? Nëse ke gjetur të tilla? Po, që është prezent aty në atë momentin kur që po krijohet bashkë me njëri tjetrin, pa pritur ose pa patur asnjë qëllim që mua të më lejet të përshtypjen si qëllim negativ, tendencioz. Dhe kjo gjë më pëlqen, domethënë që do të thotë që mund të krijohet një lidhje apo një shoqëri, unë e di që aty ndjem e sigurt, jam në një terren ku unë nuk ndjem e cënuar fare dhe kjo gjë më pëlqen. Edhe mbase është dhe kjo pika që ai tha që fakti që jemi rritur të dy jashtë, edhe edukata familjare që ai ka marrë ndikon, besoj. Dhe kjo gjë më pëlqen, domethënë tek Enesi. Po për momentin, si e thash, domethënë jemi në një njohje që nuk përcakton asgjë, por që unë ndjem në një terren të sigurt. Po si një vajzë që ke patur lidhje dhe me djem të huaj, jo shqiptar, Enesi ka një kulturë po ashtu europiane. A e ndjen këtë si pikë takimi mes të dyve? Po, ishte edhe ka pjesa kur thash që po shikoja pak sa shqiptar ka brenda Enesit me ato pyetje që i bëra në pjesën e parë të takimit. E duam shqiptarin brenda Enesit apo nuk e duam? Po sigurisht që e duam shqiptarin në përgjithësi, nëse është, domethënë, njeri. Kupton? Domethënë mjafton vetëm që të jetë mashkull që di të respektojë një femër, të di të nxjerr vlerat e veta duke ndihmuar atë që të nxjerr më të mirën e saj, sepse sigurisht tregon në respekt nga të dy anët, edhe besoj që po, ka shqiptar brenda Enesit, ka mjaftueshëm shqiptar, e dalloj dhe në sjellje, është një shqiptar me ato tipike, një pjesë të kulturës italiane që përputhen mirë. Po, do të është në baraspesh. Yes, po. Që të pëlqen, okej. Enes, ti ke folur për iniciativat e tua edhe në biznes, edhe për qenë i pavarur. Do më thuash pak si ka ndikuar kjo pavarësia që ti e ke kërkuar me ngulm në jetën tënde, në marrëdhëniet që krijon? Ka ndikuar në faktin që në moment aktual jam shumë i lirë të bëj zgjedhjen e dur për një fësim të ri ose për të ardhmen time. Më thonë, siç po tha dhe vajza Danja herës tjetër, që ndihet e pavarur, je dhe më thonë i lirë për të zgjedhë çdo njeri. Dhe e di shumë mirë ç'a të pëlqen, ç'a nuk të pëlqen. Dhe nëse je okay me vetveten, është situata më e rëndësishme që mund të kesh. Mirë. Enes, ti ke diçka brenda vetes që Esmes i duket prej momentit të parë si një shenjë agresiviteti. E ka bërë të njëjtin koment kur ti ka ardhur në program, të njëjtën gjë vazhdon të përmend edhe në takim. A je agresive, Enes? Unë besoj që ndonjëherë agresiviteti gabohet ndaj sigurisës vetvete. Dhe në faktin që e kuptoj shumë kollaj personin që kam përballë. Kjo është. Sepse më ka thonë edhe që mund të jem manipulator, por nëse manipulatori do më thonë që e kuptoj mirë personin që kam përballë, atëherë jam manipulator. Ti mendon se mua më kupton 100%, se te personin që kam përballë aty më kishe mua, ti mendon se mua më ke kuptuar 100%? 100% jo, pse s'do isha këtu besoj në këtë moment. Atëherë nuk besoj se më kupton aq kollaj, sepse nëse më thua që kam karakter të fortë, dhe këti më thua që më kupton kollaj, do të thotë që bie pak në kundërshtim. Ke karakter të fortë dhe ky është fakti që unë jam këtu përballë teje, të shi. Si the?
thash që më duket sikur ke karakter të fortë dhe është fakti që jam përballë teje. Tani e ktheve prapë më duket. Jo më duket, normal, ndoshta një herë jemi taku. Po sigurisht po e the. Dyshimet janë për herë. Aty, domethënë tek ringu, pak më përpara, le të themi sikur e konfirmove. Tani po thua të duket sërish. Do thotë që ti do takime të tjera për ta vërtetuar akoma më shumë. Normal, nëse ndihem mirë me ty dhe nëse ti ndihesh mirë me mua, është shumë normale fakti që të dalim prapë. Por a nuk beson se unë ta dhash një mundësinë këtu, pastaj mundësinë jashtë, a nuk mendon se duhet të shikoj dhe unë diçka më shumë që ta kem këtë dëshirën për të treguar akoma më shumë të Besoj që ti e ke pa. E kam parë. Po nëse edhe ti e ke parë. Nëse je person që ke karakter, realisht, unë kam. Besoj që e ke pa. Po çfarë bëri për ty këtu? Nga ana tjetër, çfarë? Uzu me gjithë çunat. Me Enes. Të gjithë uzun. Si ishte i vetmi? Po për ty pra. Po çfarë po ndodh tani? Pse po bëni këtë Jo, po se tha, besoj tha, domethënë më pëlqen ky vetbesimi se tregon vetbesim te Enesi, por po e sfidoj pak dhe unë të tregoj atë karakterin tim të fortë.